Shoqata e mjekëve shqiptar Dega në Kumanov mbajti një mbledhje komemorative kushtuar dy mjekëve kumanovar, të cilët ditë më parë u ndan nga jeta, doktoresh Fatimi Ramizi, pediatre, dhe Aliriza Osmani, ish drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Kumanovës dhe konsul nderi i Republikës së Rumanisë. Me këtë rast u shfaq një dokumentar filmik kushtuar të dy mjekëve tashmë të ndjerë. Doktor Fatimi Agushi Ramizi lindi më 3 dhjetor 1941 në Kumanov. Rrjedh nga një familje vjetër qytetare. Ishte vajza e Shakir Hoxhës dhe nën Barijes. Ishte fëmia më i vogël nga 4 djemë dhe 2 vajza. Doktoresh Fatimia ishte ndër femrat e para që shkolloheshin në atë kohë. Shkollën fillore e ka kryer në gjuhën turke, kurse shkollën e mesme në gjuhën maqedonase në Kumanov. Dëshira e madhe për të shkolluar dhe dashuria e madhe për mjekësinë si dhe me përkrahjen e familjes e shtyu ta regjistroi fakultetin e mjekësisë në Shkup në vitin 1961, të cilin e përfundon me sukses në afat rekord në vitin 1966. Pasi pajiset me diplomën si mjeke, ajo punësohet në qendrën medicinale të atëhershme të Kumanovës në repartin e pediatrisë. Me një dashuri të madhe ndaj fëmijëve, si dhe me përkushtimin e pamohueshëm për shërimin e tyre, ndërmerr edhe një hap të guximshëm drejt avancimit në profesionin më human në jetë, duke vazhduar specializimin e pediatrisë. Në vitin 1977, me sukses përfundon specializimin duke vazhduar punën si pediatre e parë shqiptare në këto treva. Për qytetin e Kumanovës, por edhe më gjerë, doktoresh Fatimia ishte simbol i humanizmit dhe zemërgjërësisë në trajtimin me më të vegjëlve të kapluar nga sëmundje të ndryshme, por të cilat ajo i tejkaloi me sukses, kurse te fëmijët dhe prindrit e tyre gjithmonë kthente buzëqeshjen. Me butësinë dhe ngrohtësinë ndaj fëmijëve dhe mjekimin e tyre, doktoresh Fatimia arriti të gëzojë respekt të veçantë ndaj të gjithë ata që e njohën për punën dhe kontributin e saj të palodhshëm ndër vite, duke mos u dorëzuar as në rastet më të ndërlikuara të shëndeti i më të vegjëlve. Qoftë në rrethana dhe kohra të vështira, ajo ishte krenare dhe me dinjitet e adhuronte punën e saj deri në ditën e fundit. U pensionua në vitin 2008. Doktoresh Fatimia ishte bashkëshorte e juristit dhe punëtorit të dalluar politiko-shoqëror, duke bartur poste të rëndësishme në karrierën e tij, Vesele Ramizi, me të cilin në jetë sollën 3 vajzat e tyre, të cilat ndoqën rrugën e mamas, duke u bërë gjithashtu mjeke të respektuara. I lehti qoftë dheu dhe Zoti e mëshirov doktoreshën Fatime Agushi Ramizi. Aliriza Osmani lindi më 31 tetor të vitit 1963 në Kumanov. Ishte djali më i madh i 4 fëmijëve të prindërve Qemal dhe Shasine Osmani. Po ashtu nipi i parë i adhetarit të shquar Shaban Efendi Osmanit. Aliriza Osmani rrjedh nga një familje esnafësh, ku babai i tij Qemali gjatë jetës së tij punoi si marangos, kurse nëna e tij Shasinja ishte rrobaqepse. Ai nga familja trashëgoi edukatën e duhur për të ndërtuar një figurë me virtyte të larta njerëzore. Aliriza Osmani shkollën fillore e filloi në vitin 1970, ku 4 vitet e para i ndoqi në shkollën Bajram Shabani, ndërsa 4 vitet e fundit në shkollën fillore Vëllazërimi, që sot mban emrin Naim Frashëri, duke mbaruar arsimin fillor në vitin 1978. Po atë vit, e vazhdoi shkollën e mesme në gjimnazin Goce Delçev në Kumanov, ku përgjatë 4 viteve ishte kryetari i klasës, nxënës i dalluar me edukat të lartë dhe i shkëlqyer në mësime. Gjatë shkollës së mesme mori pjesë së bashku me shokët e tij në aktivitetet sportive në futboll, në garat e shkollave të mesme ku dhe morën vendin e parë. Pasi mbaroi maturën në vitin 1982, vazhdoi ushtrinë në kazermën e Nishit, ku e mbaroi për 1 vit. Aty mori aftësitë ushtarake dhe përgatitjet e tjera për jetën.
Në vitin 1985, pas shumë peripecive, mori rrugën për në Rumani për të filluar një etapë të re si student i Fakultetit të Mjekësisë. Po në këtë vit, kishte vitin përgatitor në mësimin e gjuhës rumune në Krajov, ku e mësoi në mënyrë të rrjedhshme në afat prej një viti. Në vitin 1986, filloi vitin e parë studimor në Cluj të Rumanisë. Studimet i mbaroi në vitin 1992 me një sukses të lartë, ku gjatë kësaj periudhe 7 vjeçari fitoi shumë nga kultura rumune dhe u ndesh me kultura të tjera nga gjithë bota. Gjë që i ndihmoi në formimin e tij profesional, si dhe krijimin e një rrjeti të gjerë miq nga rajone të ndryshme. Pasi kthehet nga studimet përderisa pret nostrifikimin e diplomës, ai së bashku me vëllain e tij ushtruan profesionin e teatrit si marangoz. Në vitet 1996, 1997 punoi në OSBE. Pastaj punoi si mjek vullnetar në terren në rajonin e Likovës deri në vitin 2000. Po ashtu në këtë kohë si mjek vullnetar shkoi në Haxh për t'ju shërbyer haxhilerëve. Nga viti 2000 punoi në shërbimin e urgjencës në Kumanov, kurse në fillimit e trazirave të vitit 2001, Ali Riza Osmani së bashku me vëllain, kushërinj dhe disa shokë të idealit, ishin ndër të parët që morën pjesë në organizimin e strukturave të para ushtarake për fillimin e luftës çlirimtare kombëtare. Me fillimin e luftës në rajonin e Likovës, ai la punën dhe familjen e tij për të shërbyer atë dheut, kështu me vullnet të plot, me forcë të hekurt, moral të lartë dhe me një bagazh të madh barnësh dhe pajisje tjera mjekësore, u nis drejt frontit për të shërbyer popullit të tij në të gjitha mënyrat. Ishte në radhën e brigadës 113 Ismeti Ashari, nën komandën e komandant Maliq Drecaj. Shërbeu me përkushtim të madh në operacione të ndryshme luftarake, duke dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për shërimin e ushtarëve, civilëve dhe për gjithçka tjetër që ishte e nevojshme. Në luftë përpos mjekimit, ishte e nevojshme edhe ngritja e moralit të ushtarëve për operacione të vështira dhe delikate, prandaj Ali Riza Osmani me karizmën e tij, shpirtin human, natyrën e një njeriu të urtë për plot vendosmëri, përpos se shpëtoi jetë, mbajti gjallë në shumë mënyra luftën e idealit. Pas mbarimit të luftës dhe zgjidhjes politike të marrëveshjes së Ohrit, u emërua si antar i Komisionit Ndërkombëtar për personat e zhdukur të konfliktit të vitit 2001, nën kryesinë e ambasadorit suedez Lars Wahlund. Ali Riza Osmani kishte takime të ndryshme me struktura politike, si dhe figura të rëndësishme të kohës, si me ambasadorin amerikan Butler dhe me personalitete të tjera, duke dhënë kontributin e tij për mbarvajtjen e proceseve të ndryshme në të gjitha institucionet publike. Në vitin 2002-2003 punoi në kryqin e kuq amerikan në Shkup, ku shërbeu në edukimin e gjeneratave të reja për dhënien e ndihmës së parë. Në vitin 2003 emërohet drejtori i spitalit të përgjithshëm në Kumanov, njëherësh edhe si drejtori i parë shqiptar. Gjatë periudhës 3 vjeçare si drejtor shërbeu në punësimin dhe avancimin e kuadrove shqiptare në spitalin e Kumanovës, që deri në atë kohë ishte një mungesë e theksuar e shqiptarëve në këtë institucion. Gjithashtu kontriboi në përmirësimin e kushteve të punës në të gjitha repartet. Pas mbarimit të mandatit si drejtor, ju rikthye detyrës së tij si mjek i përgjithshëm në repartin e dermatologjisë në spitalin e Kumanovës. Disa vite me radhë shërbeu në këtë repart, për të kaluar pastaj në repartin e infektologjisë, ku punoi deri në fund të jetës së tij. Doktor Ali Riza Osmani, gjatë tërë kohës që punoi si mjek, dha maksimumin e tij në shërbimin dhe shërimin e të gjithë pacientëve, por humanitetin dhe profesionalizmin e tij të pashoq e dëshmoi në periudhën e pandemisë globale të koronavirusit, që kishte kapluar edhe vendin tonë. Doktor Ali Riza Osmani përsëri ishte ndër të parat që qëndroi në vijën e parë të frontit, duke luftuar me një sëmundje të padukshme, por shumë të rrezikshme dhe vdekjeprurëse, që ishte e panjohur deri në atë kohë. Ai rrezikoi shëndetin e tij vetëm t'ju vijë në ndihmë qytetarëve të rajonit të Kumanovës dhe shumë më gjerë, që të shpëtonin nga kjo sëmundje vdekjeprurëse.
Ai gjatë tërë kësaj kohe ishte në lidhje të drejtë për drejtë me institucione të ndryshme shëndetësore, si dhe me media të ndryshme, duke dhënë informacione për statistikat e ndryshme të kësaj sëmundjeje, duke dhënë këshilla dhe rekomandime për menaxhimin dhe parandalimin e këtij virusi. Kështu me kontributet e tij në të gjitha fushat, si mjekësore dhe probleme tjera jetësore, Dr. Ali Riza Osmani u bë njeriu i popullit, sepse deri në fund të jetës së tij, kur edhe sëmundja e rëndë kishte filluar t'i shfaqej, ai nuk e kurseu veten dhe ishte aty për çdo kënd që kishte nevojë. Këtë njeri kaq të madh e bën veprat e tij humaniteti, modestia, solidarizimi e mbi të gjitha dashuria që kishte për të gjithë njerëzit. Krahas aktiviteteve të profesionit të tij si mjek, ai në vitin 2010 nga ambasada rumune u emërua si konsul nderi në Kumanov, ku këtë titull e mbajti deri në fund të jetës së tij. Ai duke mbajtur takime dhe bisedime me ambasadorë dhe personalitete të vendeve të ndryshme, bëri binjakëzimin e qytetit të Kumanovs me qytetin e Kampinës së Rumanisë dhe kështu mundua të sjellë një frymë të re kulturore në qytetin tonë. Gjatë kësaj kohe, që nga viti 2010, kishte vizita dhe delegacione të ndryshme të ndërsjella me qytete të ndryshme të Rumanisë. Ai gjithashtu u erdhi në ndihmë qytetarëve të Kumanovës për pengesat e ndryshme ligjore që kishin të bënin me shtetin rumun. Duke pasur parasysh që e donte shumë natyrën, në vitin 2023 formoi shoqatën e peshkatarëve Krapi, ku ishte edhe kryetar i shoqatës. Ai u angazhua për ruajtjen e llojit të peshqive trofta, si dhe ishte organizatori i aktiviteteve të ndryshme për ruajtjen, pastrimin dhe mbrojtjen e mjedisit në pendën e Likovës. E gjithë kjo veprimtari e Dr. Ali Riza Osmanit na bën të kuptojmë se bëhet fjalë për një njeri të jashtëzakonshëm me vlera të larta morale, profesionale e kombëtare. Ai la pas vetes figurën dhe emrin e një njeriu të madh që do të mbahet mend gjatë. Për Dr. Ali Riza Osmanin ka vetëm një datë lindjeje, sepse veprimtaria e tij flet për një njeri që nuk do të harrohet kurrë, e njerëzit vdesin vetëm atëherë kur harrohen. Dr. Ali Riza Osmani pas vetes la familjen e tij të ngushtë, bashkëshorten dhe 2 djemt, familjen e tij të gjerë, shokët, miqt dhe gjithë dashamirët që e dëshën shumë dhe i qëndruan pranë deri në frymën e fundit. Në këtë mbledhje komemorative morën pjesë familjar, koleg, por edhe zëvendës ambasadorja e Rumanisë në Maqedoni, e cila dhe përkujtoi veprën e Dr. Ali Riza Osmanit, sikurse edhe kryetari i degës së mjekëve shqiptar në Kumanov Gazmend Elezi, si dhe kryetari e nënkryetari i shoqatës, profesor Dr. Nevzat Elezi dhe Shenasi Jusufi. Doktoresh Fatimia si pediatre e parë, por edhe Dr. Ali Riza Osmani, apo që siç e njohin të gjithë Dr. Alushi, gjatë veprimtarisë së tyre e kanë lënë gjurmë të pashtyra në veprimtarinë e tyre mjekësore, duke vënë gjithnjë në rënd të parë humanizmit, përmes ofrimit të ndihmës mjekësore dhe shërimin e mira bashkëqytetarëve tanë, të cilët u përballen me sëmundje dhe diagnoza të ndryshme nga më të lehta deri tek ato më të rënda dhe më të komplikuara. Që të dy doktoresh Fatimia dhe doktor Alushi me dinjitet bartën dhe arsyetuan mantelin e bardhë si simbol të shpëtimit të jetës. Krahas profesionalizmit të lartë që demonstruan gjatë ushtrimit të profesionit të mjekut, doktoresh Fatimia dhe doktor Alushi kanë lënë gjurmë edhe me karakterin dhe karizmën e tyre prej mjekut, ndërsa veprat e tyre mbi të gjithë humanizmi i tyre i pashoq mbetën gjithmonë në historikun e Kumanovës, Likovës, Preshevës, Shkupit e më gjërë. Në emrin të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, kam nderin dhe respektin që të jem prezent këtu dhe të përshëndes njëri degën e Kumanovës që bëri këtë organizim të mirëfillt dhe të shifen edhe njerë dhe të përkujtojmë të gjithë të kaluarën e këtyre 2 mjekëve të shkëlqyer. Njëherë në emër të shoqatës, familjarëve të 2 doktorëve, ju shprehim mbështetje të thella dhe se
Të dy këta, si që pamë nga historiat e tyre, kanë në brez dhe kanë në të asazës të tyre. Në këto momente të vështira për gjithë ne, më lejoni edhe një herë të shpreh ngushëllimet e sinqerta familjarëve dhe gjithë miqve. Në këto momente të gjithë ne jemi së bashku, me ju familje, me gjithë miqtë. Janë tarë të shoqatës mjekëve shqiptarë të Maqedonisë. Doktor Fatime Agushi Ramizi dhe doktor Aliriza Osmani dhanë një kontribut të veçantë në mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së njerëzve në këtë rajon.